Përshëndetje, duke filluar nga dita sotme, kemi filluar zyrtarisht me minikampin pranveror. Minikampin pranveror, i cili organizohet nga dita e hënë në ditën e premte, në orarin zyrtar 9 deri në orën 5. Do të kemi 2 module, modulin me 2 vakte ushqim, dreka dhe zemra, dhe modulin me 3 vakte ushqim, mëngjesi, dreka dhe zemra. Për të gjithë prindrit që janë të regjistruar në programin pas shkollor dhe nuk do të marrin pjesë në miniguida, do të paraqiten në orën 12 duke filluar nga dita e nesërme deri ditën e premte. Për të gjithë ata që janë të regjistruar në programin pas shkollor, në minikampin pranveror paguajnë vetëm miniguidat dhe sleepover, që është mbrëmja e sotshme. Mbrëmjen e sotshme kemi sleepover. Gjithashtu, për të gjitha kurset, për të gjithë nxënësit që janë të regjistruar në programet kurse, kurset vazhdojnë normalisht në oraret e përcaktuara. Për të gjithë prindrit që janë të regjistruar në ciklet çerdhe, kopsh, parashkollor, orari është normalisht si çdo ditë tjetër. E njëjta gjë për të gjithë prindrit që janë të regjistruar në cikle dhe duan të marrin pjesë në minikampin pranveror, do të paguajnë vetëm miniguidat. Gjithashtu, mbrëmjen e nesërme do të organizojmë Fan Zone, Sofra Dardane, do të mbështesim Kosovën, institucioni Time Center, që në ditët e para të themelimit e ka mbështetur Trevën e Dardanis dhe ka mbështetur Kosovën. Duke filluar nga dita e nesërme, në mbrëmje do të organizojmë një Fan Zone me të gjithë nxënësit e institucionit për të ndjekur dhe për të mbështetur fort ekipin shqiptar që është shumë pranë botërorit. Jemi vetëm një hap larg. Të gjithë prindrit e programit passhkollor që duan të marrin pjesë, që duan të regjistrojnë fëmijët e tyre mbrëmjen e nesërme, do të paguajnë vetëm mbrëmjen. Pra, nesër në orën 9 do të ndjekim ndeshje dhe do të konsumojmë mbrëmjen në Time Center. Ju mirëpresim, jemi ëndra më e bukur, jemi Time Center, Forca Kosova.